Kemi pas një bashkëpunim të shkëlqyer me organizatat të shoqërisë civile, të cilat kohëve të fundit janë në vështirësi për shkak të paqëndrueshmërisë financiare, por që ne kemi arrit me kriju një forum të veçantë si platformë ku avokati i popullit dhe shoqëria civile krijon një plan të veçantë të veprimit dhe trajton aspekte që janë të rëndësishme për ne si institucion dhe për shoqërinë civile. Nëse flasëm për gjendjen e të drejtave të njeriut në Kosovë, mund të them se ka pas shqetësime që janë ngritë ne dhe ato që i kemi marrë nga shoqëria civile lidhen me lirinë e shprehjes dhe mediave. Viteve të fundit ka pas një tendencë me i sulmu verbalisht, por edhe në forma tjera, përmes gjuhësor për tendencës për linçim, shënjestrimi dhe akuzat që punojnë kundër interesave të vendit, disa mediume që padyshim ka paraqitur shqetësim edhe për ne dhe kemi reaguar në raste kur kemi konstatuar që ka tendenca të tilla. Mungesa e vullnetit politik përmes zgjidhje për financimin e qëndrueshëm të RTK-s ka pru deri në situatë kur ju besoj e dini në fund të muajit korrik RTK-ja, televizioni vetëm publik, radio televizioni vetëm publik në Kosovë, ishte në prag të kolapsit për shkak të mungesës së mjeteve financiare për pagesën e pagave për punëtorët dhe gazetarët. Natyrisht, ne kemi pa me shqetësim dhe reagimet publike lidhur me tendencën për me vendosë cenzurë në këtë institucion. Kemi kontaktu menaxhmentin dhe sindikatat brenda këtij mediumi dhe kemi punu në drejtim që mu siguru që një gjë nuk do të ndodhë nga se është në interes të publikut.